Galvenais treneris. Mēs nospēlējām neizšķirti, bet tā bija ļoti laba spēle. Mums šeit ierodoties jau ir bijis treniņš, un pēc tam būs vakariņas, un rīt mums būs iespēja vēl no rīta kaut ko pieregulēt, bet man jāteic, ka starp 22, 23, 24 spēlētājiem ir no kā izvēlēties. Mums ir labi spēlētāji gan laukuma kreisā pusē, gan labā pusē, gan aizsardzībā, gan uzbrukumā, gan centrā. Tā kā es varu nosaukt ļoti daudz vārdus, Mučī, Broja, Asānī, Daku un vēl citus, bet par Manai es varu pateikt, ka viņš ir ļoti perspektīvs. Viņš ir ļoti labs kā personība. Es viņu pazīstu no 2014. gada Milānā, un viņa personība ļauj pildīt to funkciju, kur viņam var uzticēt. Viola. Ciao mister, si po menaxhohet presioni, rezultati duke qenë se ndeshja me Letonin është vendimtare për sa i përket vazhdimësisë kombëtares për të vijuar këtë fazë kualifikuese, ndoshta edhe vendin e dytë edhe play-offin më pas. Grupi duket më i bashkuar se kur dhe menjëherë pas performancës ndaj Serbisë keni vazhduar me një atmosferë pozitive për sa i përket anës fizike sapo folët, dhe pyetja tjetër, si e konsideroni Letonin, duke qenë se në letër është një skuadër më e dobët, por gjithashtu gjithmonë në këtë fazë europiane të gjitha skuadrat krijojnë një surprizë. Come gestisci la pressione psicologica perché questa partita è molto decisiva in nostro percorso per andare al mondiale? E la seconda domanda, com'è la squadra di Lettonia, siccome a questo punto del girone tutte le squadre sono forti a pari, diciamo. Jautājumi ir divi. Pirmais jautājums ir, kā tu vadi psiholoģisko slodzi, jo, piemēram, rītdienas spēle ir ļoti izšķiroša spēle mūsu komandai. Un otrs jautājums, kā tu vērtē Latvijas komandu, jo ar katru spēli tās komandas ir arvien stiprākas. Përshëndetje, Viola. Sono due domande, io solo per non perdere qua. È giusto, quando il calcio è una pressione e quando si lavora in una nazionale ancora di più, nel senso, noi abbiamo fatto già 3 gare, mancano 5. È un conto atrás, the time is running out, non c'è tempo. Per noi e anche per loro è tutto così. Noi abbiamo fatto una qualificazione nell'Europeo così. La risposta è: dobbiamo raccogliere più punti possibili, che loro pensano uguali. Lettonia ha vinto Andorra, loro hanno 3 punti, giocano una gara importantissima anche per loro, da noi uguale, poi è decisiva, forse no, forse sì, ma è importante, molto importante per noi e anche per loro. Allora pensiamo in noi, è una gara molto importante per noi. Quanto riguarda, io penso che la squadra oggi è molto più, è un po' più esperiente di 2 anni fa in questo senso. Quanto riguarda la domanda di Lettonia è una squadra fisicamente molto forte, calciatori centimetri, andano bene, come l'ho detto, i miei calciatori già lo sanno, è una squadra che può giocare in 3-5-2, può giocare in un 3-4-3, vediamo, è molto codificata, io non so come tradurre questa parola. È un allenatore, Paolo Nicolato è un allenatore molto buono, è italiano, come ha detto Cristian, fa tutto codificato, dopo per tradurre vai avanti. È una squadra molto ben organizzata in campo, parte offensiva anche parte difensiva. C'è calciatori importanti e una catena di sinistra con 2-3 calciatori mancino che veramente ci mettono in difficoltà. Partita dura, fisica e molto tattica. Tanto è, dopo codificato non so. Në futboll ka gjithmonë presion, sidomos në kombëtare është presioni pakës edhe më i lartë. Tashmë kemi bërë 3 ndeshje, kemi edhe 5 ndeshje për të mbyllur grupin. Futbolli është i tillë që nuk të jep shumë hapësirë kohe, nuk ke shumë kohë. Duhet të mbledhim sa më shumë pikë të jetë mundur. Në këtë rast, nga ana tjetër, për sa i përket kundërshtarit, Letonia ka mundur Andorën, kështu që për ta edhe për neve është një ndeshje, nuk mund të them decisive akoma, por që është ndeshje shumë e rëndësishme.
por sot duke krahasuar skuadrën me 2 vite më përpara, është më me shumë eksperiencë në aspektin e menaxhimit të emocioneve dhe të presionit, duke krahasuar edhe me skuadrën në gjatë kualifikuese. Ndërkohë për sa i përket Letonisë si ekip, është një ekip fizik, ka lojtar të fortë, të lartë, pra që japin centimetra në fushë dhe përgjithsisht mund të luajnë me skema të ndryshme, si për shembull me 3-5-2, 3-4-3 dhe në një farë mënyre është një ekip i cili luan një lloj futbolli të kodifikuar